Pra ky rrezik ka qenë shumë i madh dhe unë shpresoj që kjo që është paketa e detit që po kundërshtohet kështu bukur. E di Edi Rama këtë rrezikshmëri? Edi Rama e ka bërë këtë rrezikshmëri. Edi Rama e bërë presion bashkive ta zbatojnë. A e kupton dimensionin e rrezikut e kam fjalën? Edi Rama të thash në sundimtari i cili nuk di asgjë. Ata që jetojnë në feudin e tij duhet të kenë as emra prona. Pron ka feudali. Fjalë, po kush flet feudali? Mendje, jo kam shakat, jo i bën kur feudali bën shaka, populli duhet vetëm të qesh. Ora mund të dalë dhe lakuriq mbreti, po populli nuk duhet ta thotë që mbreti është lakuriq. Po që populli po e thot. E di. Patjetër. Dhe në këtë rast do të duhet të bëj një pyetje e cila e përmbledh të gjithë shqetësimin e madh popullor për momentin. Po ta shohësh me vëmendje kur ndryshoi Palasa, pastaj u bë pika e famshme e manastirit, ata e thon ndryshe tani, nuk e thon kaq elegant sa unë, po pastaj rjolli, pastaj porti, pra kur njerëzit vinin re që via bregdetare në emër të zhvillimit ndryshoi jo për njerëzit, por për një pjesë njerëzish. U bë një diskutim shumë i vogël në Shqipëri, po thuaj shumë i vogël, do duhet ishte bërë më i gjerë, me njerëz të specializuar, me shoqërinë civile, me njerëz që në raport balanca e Zotit midis vetë përmbajtjes institucionale shtetërore dhe zhvillimit. Ti do të zhvillohesh, po kur zhvillimi është jo i balancuar dhe prish punë, ti thua moratorium, 25 vjet nuk do ndërtoj në Pishporos, Vërnec dhe jo vetëm për flamingot, por sepse atje nuk ka kuptim të zhvillohet. Vendi duhet të ketë diçka tjetër. Vendi duhet të ketë politika më afatgjata. Pra ne duhet kuptojmë që kemi nevojë për ekuilibra, kemi nevojë për zhvillim, kemi nevojë për kapacitete turistike, kemi nevojë për turizëm të disa niveleve dhe turizmi i çadrave, i kampingjeve, i njerëzve të lirë që marrin dhe shkojnë dhe argëtohen dhe shijojnë, ose që vijnë nga gjithë Europa apo nga gjithë bota për të shijuar dhe këtë natyrën me ato cepat e bukur dhe të virgjër, por duhet edhe modeli ekonomik. Problemi është që dikush duhet ta bëj këtë por në interes të vendit, jo në interes të një njeriu të vetëm dhe në interes të asaj që i vë çmim çdo gjëje dhe unë ble çdo gjë. Se kjo është ajo që po ndodh. Mendoni tani nga fitoria në zgjedhjet e 2025-s dhe deri sot, sa korrupsion politik ka bërë kryeministri ynë? A mund të ta them unë se çfarë është korrupsion politik? Të gjesh çdo njeri i cili nuk është i partisë tënde, i cili ka një peshë elektorale diku, e ta bësh krye-inspektor, krye-drejtor, krye-kadastrar, jo se s'ka partia jote djem dhe vajza që e meritojnë, apo nuk ka administrata publike njerëz të cilët janë të depolitizuar që mund të promovohen, por sepse ti ke dëshirë t'ju thuash të gjithëve, unë ble se unë jam i pasur, kam 86 vota, i bëj ligjet si dua, e kam shtetin si dua, e shpenzoj buxhetin si dua, e marr borxhin ku dua dhe unë ble të gjithë. Me vende pune, me resorte, me leje ndërtimi, me të tjera. Ky kryeministër është i korruptuar. Ky kryeministër ka korruptuar legjislacionin, ka korruptuar parat publike, tenderat, bashkëpunëtorët e tij politik, bashkëpunëtorët e tij jo politik, bashkëpunëtor apo të majtë të djathtë, njerëz me parti dhe pa parti, ka tentuar të korruptojë lart e poshtë në botë për interesat e tij dhe të lëkurës së tij. Kaq. Pyetja e fundit për ty sot. Kryeministri edhe takimin me të vetët. Dhe pas ka dashur shumë prezantimin televiziv, duhet të thënë. E pas ka patur shumë të brëndshme dëshirën për spektakël. Nuk mund të departamentit të PR-it. Me gazetarët e huaj, ai dhe në përgjithësi dhe në intervistën me Isa Soares, bashkë me një lloj nervozizmi tenton të jap një mesazh që çfarëdo që të ndodh, ky koncept që ai ka për Shqipërinë nuk ndërpritet dhe ai është i fuqishëm dhe do qëndrojë aty. Tani po futemi në psikologji. Si e lexon ti? Atëherë më fal se unë nuk e kam filluar punën time duke bërë radiografinë e korrupsionit dhe datave. E kam filluar punën time edhe si gazetare thjesht, me pasion për të folur ndonjëherë dhe për zhvillimet kulturore të Tiranës dhe Shqipërisë. Takimi i parë me këtë njeriu në politik ka qenë në konferencën e tij të parë për shtyp si ministër i kulturës,
kur ai fliste një nga ngjarjet për teatrin. Dhe di cila ka qenë sjellja e tij me gazetarët, dhe unë isha aty gazetarja më e vogël, po gazetarët e tjerë ishin zërat më të bukur të Radio Tiranës apo të radiove të tjera shqiptare. Ishin të nivelit të prozës artistike, jo të rrëfimit mediatik. Dhe ai hapi krahët e tij dhe tha: "Ke parasysh pulave ju thuhet shu?" Me ato duart me unazat e para kur kishte ardhur nga Franca, dhe kur filluan t'i bënin pyetje tha: "Ej, Shu. shu." Pra, tentoi dhe unë isha me vogla aty dhe nuk kisha pse të ndjesha unë, por ishin gazetarë, të mos themi tani sepse ishin gazetarë të cilët kishin lënë gjurmë si zëra, si mendje, kishin artikuluar bukur dhe po flisnin për teatrin, po flisnin për se teatri ka zgjatur gjatë. Pra, betejën me artistët dhe ambientalistët, ky njeri e ka pasur shumë të gjatë. Dhe incineratorët janë çështje mjedisore, pastaj u bën çështje korruptive, sepse Europa e tha ne nuk mund të bëjmë një teknologji të përpullimit të mbetjeve që është shumë e vonuar. Pra, këtu po flasim për një personazh që nuk është bërë i keq, kështu ka qenë. Kështu ka qenë. Kështu i ka trajtuar gazetarët edhe dikur, dhe gazetarët më të mirë, sepse unë kam respekt për ata që kanë qenë ndoshta gazetarë të kulturës shumë kohë përpara se unë të trokisja në atë profesionin e gazetarisë. Se sot jam gazetare, kam shumë vite, por mbetet. Shko, ti e di që kush është gazetar njerë është gjithmonë. Mbetet dashuri. Se kjo Gazetaria mbetet është dashuri. profesioni i rëndësishëm dhe i brëndshëm. Të falenderoj me gjithë zemër që erdhe në studio sot. Të falenderoj, ishte kënaqësi të ndaja komendime në një studio si studioja juaj dhe ekrani juaj. Faleminderit shumë. Të dashur teleshikues, ne sapo përfunduam bisedën me studiusen, po dhe me gazetaren e kulturës, e me qytetaren Aranita Brahaj. Mbas pak minutash do të flasim për televizionin e momentit, një televizion i cili shkon e para është i sulmuar për shkak edhe të gabimeve të tij, por për shkak edhe të një sulmi të madh. Të mendoni që ka 20 e sa vjet që i bëjnë në mënyrë të fokusuar për t'i ulur elegancën, finesën, vetë përmbajtjen e mirë dhe për t'a bërë agresiv, me zë të lartë, budalla, jo elegant, dhe për ta gjoja, për ta përshtatur me publikun, që në fakt është një gënjeshtër e sofistikuar që bëhet pikërisht për ta justifikuar.